me pru në Kosovë atë gaz. Do të prej fillimit, krejt prej fillimit infrastrukturën me asaj. Mas pari është shumë i kushtueshëm. E dyta kozgjati ati në 20 vjet zbota e farpune. Kështu kjo ke veç sa për me e qitë mjegull, veç me qitë mjegull, pak njerëz me thonë qepshe kësë për refuzën, se tash ka fillu me bo fushatën. E qartë, kur që po thëtë që nuk është si refuzim? Nuk është refuzim, për shkak se unë kam informata që kryeministri Kurti i ka dhënë detyrë specifike ministrës Rizvanolli që të krijojë një ekip për të analizuar të gjitha detajet dhe në të njëjtën kohë me analizë, që sa vjet o gjithë. Jo, sepse që tregoj pse. Arsyeja është sepse ka pas kontrata të nënshkruara sa i përket energjisë në Kosovë. Prandaj ato kontrata të nënshkruara nuk munden me u tejkalu ose Kosova mund të paguajë penallti. Jo, ka mujt me njëkohësisht me nënshkru kontratat me këto. Po, unë po them, për atë është një ekip i cili është duhe analizu edhe jam i bindun po them që në të ardhmen. Sa herë thot Albin Kurti jem të analizu atë dije që ajo veç ka lyp kohë me shtyje dhe s'me zbatu. A vjen nga Vlora, apo vjen në mënyra tjera, unë jam i bindun që në fund të fundit do të jetë një marrëveshje mes Kosovës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës sa i përket energjisë në Kosovë. E kush e paguan që ato që vjen për Vlorës te këto? Unë nuk e di. Ambasada amerikane ka shpreh dëshirë që me ndihmu Kosovës edhe financiarisht. Po, me qëta me këtë pjesën tjetër. Po, për shkak se kjo shumë pak e kushtueshme, në krahasu me ato. Dëgjoj mentor, unë jam shumë mirë i informuar për këtë çështje, nuk kanë specifiku se për cilën është për LNG, nuk e kanë specifiku, vetëm se kanë thonë kështu. Duhet që Kosova të bëjë